Të hënën në Big Brother VIP 4 kishte dasmë. Gjesti dhe Egli u martuan në një ceremoni shumë speciale, me celebrues moderatorin e reality show, Ledion Liço dhe me pranin e dy opinionistëve, Arber Hajdari dhe Neda Balluku. Në dasmë morën pjesë dy finalistët e tjerë, Rozana Radi dhe Lajt Vasili si dhe disa prej ish-banorëve. Ndërsa nën tingujt e muzikës së Remzie dhe Nexhat Osmanit Gjesti dhe Egli i thanë po njëri tjetrit. Për hir të së vërtetës dasma doli shumë e bukur dhe të dy i premtuan njëri tjetrit dashuri. Kjo ishte një ndër dasmat më të bukura të Big Brother VIP, duke përmendur edhe atë të Luis Eilit dhe Kiara Titos. Në atë periudhë dasma, si dhe puthja e Kiarës dhuruar Luisit u bë si një fest kombëtare. Çifti dhuroi shumë emocion si dhe vullosi nisjen e një lidhje mes tyre brenda shtëpisë. Të nesërmen të gjithë anë e mban Shqipërisë flisnin për momentin e veçantë kur Kiara dhe Luisi shkëmbyen puthjen e tyre të parë. Të dyja janë dasma që do të mbahen gjatë në memorien e fansave të reality show. Por ne në kanalin ton në YouTube kemi bërë një sondazh nëpërmjet të cilit i kemi pyetur ndjekësit tanë se cila ishte dasma më e pëlqyer sipas tyre. Cila dasmë ju ka pëlqyer më shumë, ajo e Kiarës dhe Luisit apo e Eglit dhe Gjestit, ishte pyetja e cila ka marrë 26.000 vota. Me një diferencë të vogël në përqindje, por në sondazh kryeson dasma e Kiarës dhe Luisit me 54% të votave, ndërsa ajo e Eglit dhe Gjestit me 46%.